Rreth 1 në 4 shqiptarë në moshë pune vazhdon të mbetet jashtë tregut, por të dhënat e vitit 2025 tregojnë se arsyeja kryesore nuk është papunësia, po mungesa e vendeve të punës. Studentët, pensionistët, personat me aftësitë kufizuar dhe detyrat familjare përbëjnë pjesën ndërmuese të popullsisë ekonomikisht jo aktive. Sipas të dhënave të anketës së forcave të punës gjatë vitit 2025, numri i personave ekonomikisht jo aktiv zbriti në 725.000 nga 734.000 një vit më parë. Në të njëjtën kohë, numri i të punësuarve u rrit lehtë në 1.17 milion persona, ndërsa numri i papunëve ra në rreth 107.000 persona, kjo edhe për shkak të emigrimit. Në total, 23.7% e popullsisë së grup moshës 15 deri në 64 vjeç klasifikohet si ekonomikisht jo aktiv, pra personat që nuk punojnë dhe nuk janë duke kërkuar aktivisht punë. Të dhënat tregojnë se grupi më i madh i kësaj popullsie përbëhet nga nxënësit dhe studentët, të cilët përfaqësojnë 41.2% të totalit, më pas renditen personat që merren me detyra shtëpiake me 18.5%, ata me paftësi të përhershme me 14.7% dhe personat në pension ose pension të parakohshëm me 10.8%. Një dhënë interesante e raportit është se vetëm 1.2% e personave ekonomikisht jo aktiv klasifikohen si të dekurajuar, pra individ që kanë hequr dorë nga kërkimi i një pune sepse besojnë se nuk ka mundësi të përhershme punësimi. Të dhënat tregojnë gjithashtu dallime të forta mes grave dhe burrave. Të meshkujt ekonomikisht jo aktiv më shumë se gjysma ose 53.1% janë nxënës apo student, ndërsa vetëm 1.5% deklarojnë se merren me detyra shtëpiake. Për gratë nga ana tjetër panorama shkrejtësisht ndryshe, edhe pse nxënësët dhe studentët përbëjnë grupin më të madh me 34.5%, plot 28.1% e grave ekonomikisht jo aktive qëndrojnë jashtë tregut të punës për shkak të detyrave shtëpiake dhe kujdesit për familjen. Kjo përqindje është gati 19 herë më e lartë se ajo e meshkujve dhe nxjerr në pa barrën disproporcionale që vazhdojnë të mbajnë gratë në punët e papaguara brenda familjes.